Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyillahil karim Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahun e madh e falenderoj, atë xhalla xjalaluhu e adhuroj, prej tij ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim, lumturi kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e Allahut Azza wa Jall, pishtarin ndriçues, atë të cilin Allahu Azza wa Jall e bëri udhërrëfyes për njerëzit në përgjithësi dhe për besimtarët në veçanti, nëse dëshirojnë që të kenë lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Po ashtu paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë, e ndjekin, e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të fillojmë me një serial të ri ligjëratash. Ajo ka të bëj pikërisht me temën sunnete të harruara. Disa sunnete të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat thuajse disa prej tyre janë braktisë të rësisht, e disa të tjera me ta veprohet ndonjëherë, e ndonjëherë tjetër harrohen apo lehen anësh prej besimtarëve dhe muslimanëve në përgjithësi. E disa të tjera veprohet me ta nga një grup njerëzish në vazhdimsi. Pra nuk do të thotë që këto sunnete të harruara askush nuk i praktikon. Ka prej tyre që praktikohen nga njerëzit, nga muslimanët, e ka të tjera të cilat janë braktisur tërësisht. Mirë po ne shpresojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall që ta marrim shpërblimin e përkujtimit të njerëzve, besimtarëve në veçanti, për këto sunete të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me shpresë që të kemi dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse thot Allahu Azza wa Jall, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përkujto, nga se përkujtimi ju bën dobi besimtarëve. Nëse me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala al-khairi ka fa'ilihi, thot ai i cili tregon, udhëzon drejt khairit, drejt të mirës, drejt asaj që është e dobishme për njerëzit, thot edhe nëse nuk e vepron, e merr shpërblimin e vepruesit, e merr shpërblimin atij i cili i ka vepruar ato vepra të mira. Pra kjo është mëshira e Allahut Azza wa Jall, sa i cili, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili vendos që të bën një të mirë e pastaj e vepron atë të mirë, Allahu Azza wa Jall ja shkruan atij sevap 10 herë, sa 10 fish deri në 700 fish. Ndërsa ai i cili e vendos që të bën një të keqe dhe pastaj nuk e vepron atë të keqe, Allahu Azza wa Jall ja shkruan atij një sevap. Pra shpresojmë që Allahu Azza wa Jall me përkujtimin e besimtarëve, Allahu Azza wa Jall të na shkruan neve shpërblimin e këtyre fjalëve dhe shpërblimin e këtyre veprave. Mirë po, të nderuar besimtarë, para se me hyjë në serialin sunnete të harruara, këto sunnete do të jenë prej sunneteve të abdesit e kështu me radhë derisa të përfundojmë librin të cilin e kemi para nesh, i cili titullohet Sunnete thuajse të harruara të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, si thash para se me hyjë në temë, është e udhës që të flitet mbi rëndësinë e ndjekjes së sunnetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se her pas here paraqiten njerëz me dyshime,
paraqiten njerëz me lloj shubuhate, lloj sprovave, i sprovojnë njerëzit, i sprovojnë besimtarët rreth vërtetësisë së sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se suneti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është burimi i dytë autentik që besimtarët e kanë obligim jo vetëm që ta besojnë, por edhe ta ndjekin dhe ta praktikojnë metodën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se Allahu i madhëruar na urdhëron që ne t'i bindemi Allahut dhe t'i bindemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Fa Allahu, o ju të cilët keni besuar, binduni Allahut dhe binduni dhe respektoni të dërguarin e Allahut azza wa jall. Nëse Allahu azza wa jall na tregon me një ajet tjetër se bindja ndaj pejgamberit Allahut është bindje ndaj Allahut azza wa jall. Për shkak se ai i cili nuk i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk i bindet dhe nuk i është nënshtruar as Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai i cili e respekton të dërguarin e Allahut azza wa jall, ai e ka respektuar edhe Allahun azza wa jall. Ndërsa ata të cilët nuk e respektojnë Allahun dhe nuk i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ata të cilët nuk i binden Allahut, nuk i binden pejgamberit Allahut, me të vërtet ata kanë shkuar dhe do të përfundojnë në një humbje të largët. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshilloi në ndjekjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se na lajmëroi se ummeti i tij do të ndahet në 73 grupe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kulluha fin nar." Të gjithë këto grupacione, të gjithë këto sekte, të gjithë këto fraksione do të jenë në zjarrin e xhenemit. Përveç, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Illa ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." Përveç në atë të cilën jam unë sot, pra në atë rrugë dhe shokët e mi. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tha kapuni fort për sunnetin tim dhe sunnetit të 4 halifëve të drejtë." Ata ishin Abu Bekri, Omeri, Uthmani edhe Aliu radhiyallahu ta'ala an. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Addu 'alayha bin nawajidh." Kapuni fort pas udhëzimit profetik, pas sunnetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kapuni fort tha me dhëmball. Që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rëndësinë e kapjes pas sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se njerëzit do të vjen koha, siç na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shpërndahen fitnet e shumta, sikurse ato copsat në errësirën e natës, aq shumë do të jenë fitnet të mëdha, saqë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira." Tha në mëngjes njeriu do të zgjohet besimtar, ndërsa në mbrëmje do të vdes dhe do të ndron jetë si pa besimtar. Allahu na ruaj. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Në mbrëmje besimtar e në mëngjes do të zgjohet si jo besimtar." Prandaj Allahu na ruaj. Prandaj është e rëndësishme që njeriu mos t'i dëgjon dyshimet atyre të cilët pretendojnë se kanë dituri, ata të cilët i shtrembrojnë argumentet e Allahut azza wa jall, ata të cilët e përdorin logjikën e tyre mbi tekstin, mbi fjalët e Allahut azza wa jall dhe mbi fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wa muhdathatil umur." Keni kujdes nga gjërat e shpikura. Keni kujdes, mos shpikni në fe ata të cilët ajo që nuk është pjesë e fesë. Si tha Imam Malik rahimahullahu taala: "Ma lam yakun yawma idhin dina." Thot ajo e cila nuk ka qenë atëherë fe,
edhe sot nuk mund të jetë pjesë e fesë. Pra ajo send, ajo risi, ajo vepër që nuk ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pjesë e fesë, nuk e ka njohur pejgamberi Allahut. Nuk e ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka vepruar këtë vepër. Për shkak se sikur të ishte ajo vepër që afronte Allahu azza wajal, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam do ta kishte vepruar. Siç thotë Abu Dharri, siç transmeton Imam Tabarani në Mu'jamin e tij të madh, nga Abu Dharri radhiyallahu ta'ala an thot tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thondroi jetë pejgamberi Allahut dhe na la thot, dhe nuk ka ndonjë zog, ndonjë shpend i cili fluturon me krahët e tij në qiell, vetëm se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka informuar dhe na ka dhënë diturim mbi të. Pastaj thot tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya shay'un yuqarribukum min Allahi illa amartukum bihi. Thot nuk kam bet diçka që ju afron drejt Allahut azza wa jall, vetëm se ju kam urdhëruar me të. Nuk kam bet ndonjë vepër, thot pejgamberi Allahut, që ju afron drejt Allahut azza wa jall, dhe ju afron më shumë ditë Allahu, vetëm se ju kam informuar për atë vepër. Pra ana ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mevludin, nuk na ka informuar pejgamberi Allahut. Pse nuk e diti pejgamberi Allahut? Ai i cili thotë se nuk e ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vepër, ai del prej dinit të Allahut azza wa jall. Për shkak se ai tha, nuk kam bet ndonjë vepër e mirë, e cila ju afron drejt Allahut, vetëm se ju kam informuar për të. Dhe nuk ka ndonjë vepër e cila ju çon drejt zjarrit të xhenemit, vetëm se ju kam informuar dhe ju kam tërheq vërejtjen për ta. Prandaj nuk ka nevojë që njeriu të shpik në fe risi të ndryshme me pretekstin se e duan Allahun dhe e duan pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se risit në fe çojnë në humbje. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ai cili shpik diçka, fut ndonjë risi në këtë fe, e cila nuk është pjesë e fesë, ajo do t'i refuzohet atij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Jo vetëm ai cili shpik, por edhe ai cili vepron ndonjë vepër që nuk është pjesë e fesë të Allahut, nuk është pjesë e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ajo atij do t'i refuzohet dhe nuk do t'i pranohet te Allahu azza wa jall. Prandaj vëllezër duhet kemi kujdes se në këtë kohë do të dëgjojmë njerëz të cilët na paraqiten se duan pejgamberin e Allahut nëpërmjet mevludit dhe bëjnë manifestime të ndryshme. Dhe në ato manifestime përsëri jo vetëm që ka gjëra të ndaluara, se kanë disa manifestime të tyre bëhen edhe ilahit me muzikë, ndërsa muzika është e ndaluar në Kur'an dhe është e ndaluar në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato i bëjnë ilahit e tyre me muzikë, ndërsa muzika pastaj na paraqiten sikur se Hanefi, e muzika në mëdhëbin Hanefi është rrepsisht e ndaluar. Mevludin nuk e ka bërë asnjë imam prej imamëve të Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, duke ja nis prej imamit të cilët ata pretendojnë se janë pasues të tij, prej Imam Abu Hanifës rahimahullahu taala, pastaj nxënësit e tij të mëdhëbit të tij, të cilët pasojnë dhe njerëzit më të afërt në mëdhëbin e tij, sikurse Abu Yusufi, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dhe Zufari, askush prej tyre nuk ka bërë mevlud. Pastaj Imam Malik rahimahullahu taala nuk ka bërë mevlud. Pastaj Imam Shafi'i rahimahullahu taala nuk ka bërë mevlud. Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu taala nuk ka bërë mevlud. A janë këto shkollat juridike, 4 shkollat juridike, të cilat të gjithë janë të pajtimit që duhet të ndiqen? Nuk ka dikush që thotë jo. E atëherë pse nuk i ndjekim pra shkollat juridike? Pse atëherë ne fusim risi a këto imamat e mëdhej nuk e kanë ditë këtë vepër? Nuk e kanë ditë se kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ato e kanë ditë rrezikshmërinë e futjes në fe. A ti e don më shumë pejgamberin Allahut apo Abu Hanifja, i cili e falte namazin e sabahut me abdesin e namazit të yatsis, pra të natën ibadet, adhurim, për të cilin tha Imam Shafi'i rahimahullahu taala që nëse nuk do të ishte Abu Hanifja,
nuk do ta dishim se çka është fikhu. E ai nuk e ka vepruar këtë vepër. Prandaj pretenduesit e medhhebit të Ebu Hanifës janë vetëm pretendime me gojë, nuk janë me vepra. Se nëse ndjekim medhhebin Hanefi ashtu si duhet, do të shohim se është një prej medhhebeve më strikt dhe më të rrept në çështjen e harameve, sikurse në aspektin e mjekrës apo muzikës e kështu me radhë. Prandaj vëllezër, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, askush prej jush la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush prej jush nuk ka besuar përderisa egoja e tij, dëshira e tij, nefsi i tij, pasioni i tij ta ndjek atë të cilën mua më shpallur. Pra egoja e tij të nënshtrohet ndaj fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se devijimet në këtë kohë janë të shumta. Ne dëgjojmë njerëz të cilët pretendojnë se e besojnë vetëm Kur'anin, pra kuranista. E kuranistat e vëllezër kanë dalë prej dinit të Allahut azza wa jall, për shkak se e mohojnë shahadetin. E mohojnë shtyllën e dytë. Fjalën e dytë të shahadetit e mohojnë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Këto mohojnë Muhammedun Rasulullah. Këto nuk e mohojnë me gojë kështu. Thonë ne besojmë pejgamberit. Po çka nuk besoni ju? Këta nuk i besojnë fjalës pejgamberit të Allahut. E kritikojnë, i akuzojnë dietarët e Ahlus Sunnetit dhe xhamatit në përcjelljen e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kinse këto hadithe nuk janë të vërteta. Ne i besojmë vetëm Kur'anit, thonë. Kurse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka tregë vërejtin për këtë grupacion dhe ka treguar që 1447 vjet parë. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot mos ta gjej ndonjërin prej jush të mbështetur në foteljen e tij, i ngopur në barkun e tij, i cili thot ma wajadtum fi kitabillahi min halalin fa ahilluh. Atë që e gjeni në Kur'an që është e lejuar, është halal, lejoni. Ndërsa atë që e gjeni në Kur'an që është ndaluar, ndaloni. Kam për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të dinë njerëz që nuk do t'i besojnë fjalës së pejgamberit. Pra ajo që shkruan te hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është halal, mos e merrni sikurse halal, mos i besoni. I mohojnë hadithin e namazit, që është bërë farz namazin në qiell. Edhe këtë hadith e mohojnë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Imam Buhariu, hadithin e Isra dhe Miraj. E mohojnë. Pra dalin prej dinit të Allahut azza wa jall me mohimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha mos ta takoj askën prej jush të thotë këtë fjalë. Për shkak se Allahu tha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet asgjë nga hamendja e tij, përpos ajo që i shpallet prej anës Allahut azza wa jall. Prandaj vëllezër, ka puni fort për sunetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se suneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përngjason anijes së Nuhut alayhis salam në kohën e tij. Kështu tha Imam Malik rahimahullahu taala, ai i cili hipi në anijen e Nuhut alayhis salam shpëtoi nga mbytyja. Dorsa ata të cilët nuk hypën dhe nuk i besuan Nuhut alayhis salam, prej tyre dhe djali i tij u mbytën dhe i shkatroi Allahu azza wa jall. Prandaj i cili e lën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta dije se përfundon në devijim. Për shkak se Abu Bakri radhiyallahu ta'ala çka tha? Hadithin që transmeton Imam Buhariu. Nga Aisha radhiyallahu ta'ala, kur thot për Abu Bakrin tregon, thot Abu Bakri radhiyallahu ta'ala thot, nuk ka ndonjë vepër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar vetëm se do të veproj me të. Nga se thot, unë kam frikë që nëse lë diçka prej asaj që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka zbatuar, e ka vepruar, e zigh të përfundojnë në devijim dhe të rrëshqas prej udhëzimit. Pra Allahu azza wa jall ka mundësi ta përmbysh zemrën. Zemra në arabisht quhet qalb. Pse quhet qalb? Pse i thon qalb? Për shkak se qalb tataqallab, ajo lëviz, ndryshon, lëviz, rrotullohet. E tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se zemrat e bijve të Ademit janë mes dy gishtave të Allahut. I rrotullon ka të dy. Prandaj preferohet ndiqni sunetin. Jo që preferohet, po është obligim me ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se është kak i qëndrueshmërisë në fe. Ndërsa njerëzit e pasioneve e bidateve i urrejnë njerëzit të cilët e ndjekin hadithin. Edhe janë të ditur mbi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Ahmed ibn Sinan al-Wasiti rahimahullahu taala, nuk e gjen thot ndonjë bidaxhi
do një njeri që i ndjek krisit vetëm se ju urren njerëzit e hadithit. Njerëzit që e njohin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se nuk mund që të futë rrisin në fe që aja merr mendja e tij. Ai që s'është pjesë e fesë, ai që e njeh hadithin, muhadithët, janë rojtarët e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tokë. Ata të cilët njohin shkencën e hadithit, ata të cilët i njohin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ndjekin dhe i pasojnë, janë rojtarët e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se Allahu thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne zbritëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. E prej ruajtjes së Kur'anit është edhe ruajtja e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e këto i ruajnë dietarët e hadithit. Thot Ahmed ibn Sinan al-Wasiti rahimahullahu taala, pastaj thot nuk e gjen ndonjë pasues të bidatit vetëm se ëmbëlsira e hadithit, fjalët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shkoqitet nga zemra e tij, i largohet nga zemra e tij. Allahu na ruaj. Allahu na bëf pasues të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu mos na marr shpirtin vetëm se duke ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ka ardhur koha, si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba, thaf islami filloi si i huaj dhe përsëri do të kthehet si i huaj. Tuba, ju lumt, tha pejgamberi Allahut, ju lumt, apo një pemë në xhennet është e garantuar për të huaj. Ata të cilët e ndjekin Kur'anin dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boft prej tyre, ndërsa në ligjëratën e ardhshme, serialin e ardhshëm, në ligjëratën e ardhshme do ta fillojmë serialin Sunete të harruara të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.